tipar dhe veçori jashtëzakonisht e rëndësishme, e cila veçori e karakterizon Islamin, në këtë rast pedagogjinë e të dërguarit tonë sallallahu alaihi wasallam në mënyrë ekskluzive, është aktualiteti. Dhe ky tipar, aktualiteti, shpërfaqet në shumë aspekte, në shumë dimensione, në shumë sfera, madje në gjitha sferat e jetës. Është krejt diçka tjetër sa ne kemi mundësi t'ja japim hapësirën e duhur këtij aktualiteti në jetën tonë. Në të kundërtën, aktualiteti si tipar është prezent në gjitha aspektet e jetës. Me lejoni të marr apo të shpërfaqi aspektin e parë, ku kemi mundësi me e pa aktualitetin. Nëse e marrim dhe analizojmë legjislacionin islam, atëherë në momentin kur analizojmë legjislacionin islam, ligjet dhe dispozitat fetare, atëherë automatikisht kuptojmë se ky legjislacion islam është real, është i vërtet, është aktual. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në metodologjinë e tij, në momentin kur ai e filloi kauzën e tij, e filloi procesin e tij të edukimit, karshi ummetit të tij. Çdo herë gjatë këtij procesi, ishte prezent aktualiteti. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e kishte standard gjatë tërë këtij procesi të letën. Gjithmonë e kishte standard të letën. Nëse ne bëjmë një krahasim, një analogji, legjislacionet e mëhershme, dispozitat dhe shariatet e mëhershme të Musa alayhis salam pejgamberëve, dhe bëjmë krahasim me dispozitat fetare të shariatit të Muhamedit alayhis salam, e shohim se i dërguari Allahut u ka lehtësu shokëve të tij dhe gjithë gjeneratave pas tyre jetën dhe bashkëveprimin dhe bashkëjetesën me Islamin shumë u ka lehtësuar në raport me ata që ishin ummetet para neve. Për shembull, këtë e konfirmon edhe Kurani, kemi ajetin 157 Araf, ku thot Allahu dhul Jalal, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiy alladhi yajiduna maktuban 'indahum. Thot ata të cilët e pasojnë të dërguarin e Allahut, ajeti, është ajo që është më rëndësishme, që neve na intereson këtu me tematikën tonë. Thot Allahu tebaraka wa ta'ala وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Krejt ato vështirësitë që ishin më herët tek ummetet e kaluara, tek popujt e kaluar, Allahu tebaraka wa taala e kursei ummetin e Muhamedit alayhis salam, duke e dhë në jetësim i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam atë standardin që përmenda më herët, standardin e lehtësimit. Domthonë gjithmonë pejgamberi sa e ka ofruar ato çka është më e lehta.